Shikues të nderuar, Dalpo Televizioni ju përshëndes, ju ftoj të ndiqni edicionin informativ të lajmeve. Në një shtëpisë tradicionale në lagjen Dunavat në Gjirokastër, qendistarja Hëna Gega mishëron frymën e një qyteti me histori, tradita dhe elegancë të radhë. E lindur dhe rritur në këtë lagje mes gureve, rukicave dhe kujtimeve, ajo përfaqëson gruan tipike e cila e njeh shumë mirë artin e dorës. Në një shtëpi tradicionale në lagjen e vjetër Dunavat në zemër të Gjirokastrës, qendistarja Hëna Gega mishëron frymën e një qyteti me histori, tradita dhe elegancë të rrallë. E lindur dhe rritur në këtë lagje mes gurve, rrugicave dhe kujtimeve, ajo përfaqëson gruan tipike qytetare të përkushtuar ndaj shtëpisë, por me një pasion të veçantë për artin e punimeve me cimb, një teknikë delikate që ka zbukuruar prej shekujsh veshje, perde, mbulese dhe çarçaf në shtëpitë gjirokastrite. Unë këtë zanat, cimbin, e kam mësuar që kur kisha në moshën 6 vjeçare. Është një punë e veçantë që duhet ta duash, ta dashurosh, pa ta bësh. Nuk bëhet, sepse është një punë që duhet të tërheqi që ta bësh. Nuk është si punët e tjera, për shembull që kam bërë aty me pundore të tjera me qëndisje apo me tantell. Ato mund t'i bëj çdo njeri që mund të futet në atë linjë. Kurse kjo është një gjë shumë e veçantë, duhet ta duash me shpirt që ta mësosh. Dhe me sa di unë, më shumë na 10 veta në Gjirokastër nuk janë. Unë kam vajzën time, nuk e kam mësuar dot, kam besat e mia, e kam mësuar njëra, po kanë marrë drejtime të ndryshme dhe unë nuk kam ku t'ja trashëgoj. Vajza që të vinë të interesojnë nuk kam. Duhet të thash që ta duan, që ta bëjnë. Unë kisha tantellën dhe qëndisjen në gjyshja, edhe qëndisjen në mamaja. Këtë e ka mësuar të një grua në lagje që venim të gjitha vajzat e lagjes për ta mësuar, si përfundim vetëm unë e mësova. Në klasë të 8 që unë kisha bërë diçka dhe vajta e pyeta i thash më mësoj një çik, se kjo ka shumë procese, më mëso procese të tjera, më tha ma vodhe. Jo, i thash ma mësove ti, unë s'ta mësova, ma ke vjedh. I bindej që unë këtë punë e doja me shpirt që unë e mësova. Atëherë ajo ma tregoi të gjithë procesin e punës, edhe unë e mësova, domethënë di çdo detaj të kësaj pune, se kjo punë ka shumë vështirësi, si nuk është vetëm se bëre kutin, se kutin mund ta bëj edhe njëri thjesht 2-3 kuti. Puna është që duhet të nxjerrësh prodhimin në fund atë që kërkohet. Unë fillimisht, domethënë e lash pastaj, me moshën e adoleshencës, mësimet e këto. Dhe kur unë kam lindur vajzën dhe u detyrova që të rija në shtëpi për të ndihmuar dhe familjen, mos rija kot, atëherë gjyshja time thoshte merr zanat dhe hidh në str. Edhe unë kisha marrë të zanat dhe nxorra në str, atko ishte një bum i madh që në Greqia kërkonin shumë prodhim të tillë, domethënë bënin këllëfe, centro tabakaje, edhe mua më vinin porosit në shtëpi, unë i bëja, edhe i ashtu, po nuk është punë që vlerësohet, është një punë që do shumë kohë dhe nuk ka shumë lek. Shumë vite në Panajre dhe duke parë që nuk tërhiqeshin më, sepse doli prodhimet kineze dhe tjetri mund të vej të marri një çantë kineze ndërkohë që e kujton se është me dorë, duke parë që edhe nuk më jepej vlera dhe nuk më jepej ajo koha e humbur, edhe ajo kënaqësia që unë kisha duke e bërë punën, u tërhoqa në Panajret. Edhe i kam çuar në për dyqane, dhe na dyqanet pothuajse i tërhoqa. Dhe fillova tani të bëj eksperimente me punime të tjera se çfarë mund të bëj unë. Edhe gjatë gjithë dimrit, do them që na koriku gusht, tator, tetor, nëndor, unë mundova që të bëja çanta. Janë këto mbajtëse që mbajnë vajzat me pantallonat xhinkse, edhe bëra dhe kukulla. Diçka të ndërthurur edhe si tradicionale, edhe për të mos hedhur poshtë një bluzë, e kam shqepur, e kam ricikluar, për të parë se deri ku haria. I prodhova, nuk kam shitur asnjë në ato. Domethënë këto lloj punimesh i tërheqin turistët, mendon se do t'i pëlqejnë turistëve? Po unë kam parë në për dyqane që ka, përveç se këtyre, këto janë shitur shumë vjet. Ato kukulla nuk kam shitur, realia. I kam dhënë vetëm në një dyqan dhe të tjerat i kam këtu stok. Edhe çanta nuk kam nxjerr. Mendon ta vazhdosh? Tani unë e kam pasion, unë këtë e kam jetë. Unë nuk mund të ri, nëse unë jam e shqetësuar apo kam një mërzitje, unë nuk mund të ri pa punëtore. Unë
nuk mund të ri një ditë pa punëdore. Edhe do ta vazhdoj se s'bën, po duhet të di se cilat më japi drejtim, cilat janë punët që unë di të bëj. Unë jam e dashuruar me këtë. Këto të tjera ti bëj, ti bëj që të marr një lek apo një të ardhur, po jo se i dua. Vetëm një vajzë poshtë moshës time e di, dhe të tëra janë mosha të mëdha. Të tëra do ikin një nga një dhe kjo do zhduket. Sepse nuk ka asnjë. Unë kam para asnjë nën që të thotë aman, merr vajzën, edhe më mësoj një çikë të punëdore. Ndërkohë që mamaja mua më dha porin, edhe më tha, ik mësoje. Duke pasur me shumë qejf punën e dorës, më ka pëlqyer që dhe mobilimin e shtëpisë ta ndërthur me punëdore, edhe kjo është një punë e bërë me gjilpër, me cimb. E kam bërë gjatë një kohe 3 mujore. Edhe këto të tjerat janë të bëra, po këto janë të bëra me tantel, sepse bën diçka më shpejto. Ky është një kostum që unë e kam bërë për vajzën time. E kam prerë, e kam qepur, e kam qëndisur, pa ndihmën e askujt. Është bërë, thjesht dua që ta lë trashëgimi, që vajza ta ketë, ta trashëgojë në breza, pasi e di që ajo nuk ka për ta bërë ndonjëherë vetë këtë proces pune. Edhe unë mundova që të gjitha detajet të ishin vetëm në dora ime, që ajo t'i ketë trashëguara direkt në anën e saj, mos ketë askush dorë këtu. Domethënë kjo është marrë, prerë, qepur, qëndisur, çdo detaj është bërë vetëm na unë. Nuk ka ndihmuar askush, se kjo është një punë që do ndihmë. Duhet të jetë në procese, për shembull, një të bëj cimbin, një të qëndisi këtë, një të qepi. Unë e kam bërë vetë, provova dhe talentet e mia, deri ku mund të harrija. Jemi në këto momente me zhvillimet kryesore nga vendi. Vendimi i qeverisë për shfuqizimin e masave administrative të vendosura nga data 1 janar 2015 deri më 30 nëntor 2024 është publikuar në fletoren zyrtare dhe ka hyrë në fuqi menjëherë. Vendimi përcakton procedurat që ndiqen për realizimin e procesit të shfuqizimit të masave administrative të pa ekzekutuara nga Inspektoratet Vendore të Mbrojtjes së Territorit, Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, Inspektorati Shtetëror Shëndetësor, Policia e Shtetit dhe Policia Bashkiake. Procedurat e këtij vendimi zbatohen për realizimin dhe përfundimin e procesit të shfuqizimit dhe fshirjes së masave administrative të pa ekzekutuara. Procesi i masave administrative të pa ekzekutuara specifikon kur individet apo personat fizik përfitojnë fshirjen e masave administrative për ndërtimet pa leje. Gjithashtu, për sa i përket situatës së COVID-19. Ky vendim pritet të lehtësojë kryesisht barjen administrative për fermerët, për sipërmarrësin në zonat rurale, por edhe më gjerë duke ofruar një mundësi për sa i përket formalizimit dhe integrimit më të mirë në ekonominë vendase. Trupat elitare shqiptare dhe regjimenti i operacioneve speciale do të marrin pjesë në stërvitjen ushtarake Defender Europe 25 së bashku me forcat amerikane. Ministri i Mbrojtjes Pyro Vengu ndau foto nga stërvitja e trupave elitare, teksa theksoi se ato do të zhvillojnë ndërveprim me aleatët në zonat të ndryshme stërvitore, me një qëllim të përbashkët mbrojtje më të fortë për kontinentin. Më 25 maj një zyrtarisht stërvitja shumëkohshme e drejtuar nga Komanda Europiane e Shteteve të Bashkuara, një nga stërvitjet ushtarake më të mëdha dhe më komplekse në dekadat e fundit në Europë dhe Afrikë. Kjo stërvitje, e cila do të nisë nga Shqipëria, do të zgjasë deri më 9 qershor. Ajo synon të rrezikshmërinë, ndërveprueshmërinë dhe aftësinë për të vepruar në mënyrë të koordinuar nëpërmjet forcave të SBA-s, NATO-s dhe vendeve partnere. Po kalojnë gati 2 vite nga zhvillimi i censit 2023 dhe vendi ende nuk ka popullsinë zyrtare vjetore, por të dhënat të tërthorta si lindje dhe emigracione tregojnë se profili demografik i vendit po përkeqësohet. Në 3 mujorin e parë të këtij viti, në të gjithë vendin lindën 4662 foshnja, me rënje 14% në krahasim me të njëjtin periudhë të vitit 2023. Nga 3 mujori i parë 2021 në 2025, lindjen në të gjithë vendin ka shënuar rënje me 26%.
Ritmet e rënies së lindjeve në shkallë vendi janë përshpejtuar pas pandemisë, duke marrë në krahasim vetëm të dhënat për tremujorin e parë, vëret numri foshnjave në tremujorin e parë 2019 ishte 15%, më i ulët se në të njëjtën periudhë të vitit 2011. Në zonat e veriut lindjet po bien me shpejtësi, duke u bërë akoma edhe më të rralla. Kuksi dhe Dibra janë territore të varfra që u përballen jo vetëm me valën e lartë të emigrimit, por pasojë edhe me lindje në këto zona që bien në binjë të pestën brenda një viti, ka raportuar Instat. Rënje të fortë kanë posuar lindjet edhe në kryeqytet, në Tiranë, kjo për shkak të një fluksi të fuqishëm migrimit të brendshëm, por kostoja e lartë e jetesës, çmimet e banesave, trendet më pak për fëmijë e kanë ulur fertilitetin. Tirana është i vetmi qark që ka kontrast dhe po përjeton rënje të fortë të lindjeve. Qarqet bregdetare dhe jugore kanë rënje akoma edhe më të butë të lindjeve, përfshirë këtu Vlorën, Gjirokastrën dhe Beratin që shënojnë ulje njëshifrore, pasi kishin përjetuar rënje të forta vitet e mëparshme dhe prej vitesh kanë popullsi të plakur. E vetmja politikë pro lindje që njihet është ai bonusi i bebeve 40 miliard për fëmijën e parë dhe 80 për të dytin, 120.000 për të tretin, duke se është një vlerë simbolike krahasuar me koston reale të rritjes së një fëmije. Në shumicën e rasteve, kostot e banesave të arsimit privat dhe pasiguria e tregut të punës pengojnë çiftet e reja të sjellin në jetë fëmijë. Italia ka miratuar një ligj të ri që e bën më të vështirë për pasardhësit e italianëve të pajisen me pasaport, duke kufizuar ndjeshëm kriteret e shtetësisë bazuar në prejardhjen familjare. Ndryshimi i miratuar nga Parlamenti italian prek drejt për drejt ligjin e njohur si Ius Sanguinis, i cili më pas u lejon të qytetarëve me paraardhës italian që jetonin pas 17 marsit 1861 të kërkonin shtetësi italiane. Sipas ligjit të ri, aplikantët për pasaport italiane duhet të dëshmojnë se kanë një prind ose gjysh që ka qenë shtetas italian që nga lindja. Kjo lëvizje, sipas qeverisë italiane, synon të forcojë lidhjen reale midis italisë dhe atyre që kërkojnë shtetësinë, duke frenuar abuzimet dhe procesin e komercializimit të pasaportës italiane. Qeveria ka theksuar se rritja ndjeshme e qytetarëve që banojnë jashtë vendit nga 4.6 milionë në 6.4 milionë gjatë dekadës së fundit ka ushtruar presion të madh mbi shërbimet konsullore. Të paktën 93 persona janë vrarë në sulmet izraelite në të gjithë rripin e Gazës, që nga agimi së mërkurës, kjo është bërë ditur nga burime mjekësore për Al Jazeera. Forcat izraelite kanë vazhduar bombardimet e tyre të Gazës me një seri sulmesh vdekjeprurëse përgjatë natës, duke përfshirë një sulm në një depoje ku strehojnë palestinezë të zhvendosur në Deir el Bahla, i cili ka vrarë të paktën 9 persona. Të paktën 4 janë vrarë gjithashtu nga një sulm ajror izraelit në një shtëpi në zonën pranë qytetit të Gazës në Gazën veriore. Forcat izraelite kanë vazhduar rrethimin e spitalit Al-Adha në veri të Gazës me tanke që qëllojnë mbi ndërtesat e spitalit, përfshirë departamentin e kirurgjisë së specializuar. Ushtria izraelite ka lejuar rreth 90 kamion me ndihmë të hyjnë në Gaza, të parët që e bëjnë këtë në muaj të tërë, por zyrtarët e OKB-s kanë quajtur dërgesën një pikë ujë në oqean të asaj që nevojitet. Komisioni Evropian ka propozuar një rishikim të thellë të konceptit të vendit të tretë të sigurt, një mallës që mund t'i lejojë shtetet anëtare të refuzojnë kërkesat për azil pa i shërtuar ato individualisht dhe të transferojnë aplikantët drejt vendeve të tjera sipas modelit të diskutueshëm të Mbretërisë së Bashkuar me Ruandën. Sipas këtij ndryshimi, azilkërkuesit që kanë kaluar përmes një vendi të konsideruar të sigurt ose për të cilin ekziston një marrëveshje me BE-n, mund të transferohen atje për të kërkuar mbrojtje. Kjo nismë synon të japë më shumë fleksibilitet për vendet anëtare në menaxhimin e migracionit dhe të rrisë numrin e vendeve që mund të klasifikohen si të sigurta. Komisioni revizon se shtetet do të jenë detyruara të njoftojnë për çdo marrëveshje transferimi. Çmimet e Bitcoin arritën një rekord të ri, kriptovaluta vendos në $109.302, e nxitur nga optimizmi mbi miratimin e masës që administrata Trump
po përgatitet të vlerësojë në ditët në vijim, mase siguron të njëjtat rregulla për të gjithë, mbrojtje më të mirë për konsumatorët dhe kufizimet e rrepta kundër pastrimit të parave. Kujtojmë se çmimi i Bitcoinit ishte në nivelin e $70.000 përpara zgjedhjeve amerikane në nëntor 2024, ndërsa vlera u rrit për rreth 55% që nga fitoria e zgjedhjeve presidenciale të Donald Trump. Pas fitores, tregu pret zhvillime pozitive për kriptovalutat, pasi ajo zotua se SBA do të jetë kryeqyteti kripto i planetit. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ lajmesh. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë përshëndetemi këtu.